Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E kemi një temë shumë të rëndësishme, në veçanti për popullin ton, që kemi mungesat mëdha në disiplinë. Kemi nevojë shumë që ta disiplinojmë veten dhe të formojmë shprehi të mirëfillta. Pra tema jonë është formimi i shprehive në Islam. Gjithat mirat burojnë kur njeriu i ka shprehi të mira. Dhe në anën tjetër, gjithat këqijat burojnë kur njeriu ka shprehi të këqija. Se shprehia është diçka e pandashme, që e bën vazhdimisht. E ku ka ma mirë se me pas shprehi të mirë, e ku ka ma keq se me pas shprehi të keqe. Pra në Islam zakonet nuk janë thjesht sjellje. Aty janë zgjedhje morale dhe shpirtërore, aty na ndihmojnë të bëhemi shërbëtor më të mirë të Allahut, gjë që jemi të destinuar të jemi ngadalë vazhdimisht me hir. Piknisja e themelimit të shprehive të mira është tek njeti. Njeti është mbreti. Fillimisht duhet që njetin ta përmirësojmë. Për me përmirësu një shprehi, nëse kemi ndonjë shprehi të keqe, ose dojmë me formu një shprehi të mirë, pikë së pari duhet ta përmirësojmë njetin. Duhet ta qesim njeti çka është me një fjalë. Njeti është caku. Çfarë ke qitë ti si cak vetës? Çfarë ja ke qitë vetës si objektiv? Nëse është objektiv i mirë, nëse është cak i mirë, atëherë vazhdon atë. Vetëm se çka duhet me pas parasysh, çdo veprim vlerësohet sipas njeti. Edhe në gjykatë kur ta marrim pyetje ndonjë kriminal, nëse ka bërë vrasje për shembull, pyetja e parë thonë a e ke vrarë me qëllim. E dihet që vrasja me qëllim e pa qëllim kanë dallim shumë të madh. Për shembull, dikush e shkel ndokon me makinën e tij. Ka dallim të madh kur e shkel me qëllim, edhe ka dallim të madh kur e shkel pa qëllim. Pra veprat vlerësohen sipas qëllimit. Qëllimi jonë duhet me qenë i sinqert, i pastër vetëm për hir të Allahut. Kullu shay'in halikun illa wajha. Çdo gjë zhduket përveç asaj që bëhet për fytyrën e Allahut të Madhëshëm. Ajo që bëhet për hir të Allahut mbet, kurse çdo gjë tjetër zhduket. Qëllime specifike, edhe këta duhet me pas, qëllim specifik. Duhet me pas të qartë çka e ki qëllimin. Jo vetëm po bëj njet diçka. Diçka shumë përgjithshme. Po bëj njet me shku në spital. Po mirë. Çka ki me bën në spital? Është me bën më specifik. Qysh e bën për shembull, mundesh me bën shkuarje në spital adhurim. Po shkoj në spital për hir të Allahut në zonën ku janë dëmtimet që me i vizitu të smurit dhe me ma kujtu botën tjetër. Tash e bane njetin specifik. Pra dush me bane njetin sa ma specifik, se për ndryshe aja shkakton vetëm paqartësi. Çdo veprim është një farë. Çdo vepër e mirë të çon në xhenet. Çdo vepër që e bën ti është farë. Çdo vepër të mirë aja veç ta afron tek xheneti. Identitet i ri, çdo zakon voton për personin që dëshironi të bëni. Domthon, çdo shprehi ti që e bën, aja voton për çat person që ki mu bën. Është vot për personin që ki mu bën tanë. Ta ndryshon identitetin. Ta ndryshon identitetin varësisht prej veprave. A keni pa njeriu për shembull, cilësohet ai është automekanik. Pse se ai ka votu në drejtim shumë. Ka punu me kerre, edhe e ka marrë apotetin automekanik. Tjetri mjek, tjetri inxhinier, pse se ka votu në drejtim. Ndryshimi gradual, transformimi fillon me hapa të vegjël. Këtu duhet mu fokusu ma shumë i shumë. Prej fakteve që na mësojnë që ne të kujdesemi edhe për gjërat e vogla, janë dy ajetet e fundit surës Zelzele. Kush vepron mirë sa grima atë do ta gjej, dhe kush vepron keq sa grima atë do ta gjej. Me të vërtetë është problem me gjetë diçka që disiplinon më shumë se ky ajet.
Ky ajet po të mëson që nëse bën mirë sa grima e atomit, mithqale dharra, ata ki me gjetë tek Allahu i Madhëshëm. Po nëse bën keq sa grima e atomit, gjithashtu ki me gjetë tek Allahu i Madhëshëm. A ka diçka që të edukon më shumë? Kjo nivel atomik, kush bën mirë sa grima dharra, që shprehi do të mja nis me gjëra të vogla. Nuk mundesh ti për me njëherë me u transformu. Nuk mundesh për me njëherë me ndryshu shprehi tua. Duhet dal nga dal. Dal nga dal. Si të ndërtojmë shprehi shpirtërore të vogla? Fillon me njetë. Fillimi është gjithmonë me njetë. E bëj këtë për të kënaqur Allahun. E bën me vete, njetën e formulon. Këta bëj për me kënaqë Allahun e Madhëshëm. Pastaj lidhe me naj rutinë. Për me ta lehtësu me bon ai shprehi, është mirë me lidh me diçka. Për shembull, e lidh me namaz. Ti fal 5 vakte në ditë. E lidh, thu, pas namazit sabahit, do ta veproj këtë gjë. Pas namazit ikindis, do ta veproj këtë gjë. Pra formimi i zakoneve të reja, mëse lejti bëhet kur të ndërtojsh ato zakonet e reja mbi zakonet vjetra. Pra shprehit e reja mi ndërtu mbi shprehi ekzistuese. Ti ke formu disa shprehi, tash për me formu një shprehi të re e ndërlidh, pas namazit i këndis këmë e bakta. Pas jatsis, e kështu me ran. Fillanja vogël, fillanja me gjëra të vogël, një ajet, një dhikër, një bosjeshje në ditë, ja fillon me diçka shumë të lehtë, edhe shkon duke e shumë fishu. Bëja një të bukur, përdar një aplikacion të Kuranit bukur, apo gjëra të kësaj natyre, bëne atë çështjen sa ma bukur, në mënyrë që m'ja heshu vetës. Se truni i dën gjërat që janë zbukuruara. Bukurinë e dën truni. Prandaj kur ta bësh një vepër, bëhet bukur. Për shembull, nëse ke një vend special ku falësh në shtëpi, është mirë me bë sa ma bukur. M'ja heshu vetës atë vend. Veprat më të dashura tek Allahu janë ato të vazhdueshmet, edhe nëse janë të vogla. Ky është hadith madhështor që na mëson neve disiplinën. Veprat më të dashura tek Allahu janë të vazhdueshmet, edhe nëse janë të vogla. Shumë më e dashur tek Allahu është një vepër e vogël që është e vazhdueshme, se një vepër e madhe që e bën një herë, 2 a 3. Prandaj edhe kjo po na mëson neve që me formu, ajo po kthehemi tek ajo që përmendëm në fillim. S'ka asgjë më të mirë se shprehja e mirë. Për hadith po thotë s'ka asgjë më të dashur tek Allahu se sa shprehit e mira, gjërat që i bën vazhdimisht. Lidhja shprehive me adhurim. Ne si besimtar, në dallim prej atyre që nuk janë fetar, ne i lidhim shprehit me adhurim. Dhe e dim që kemi shpërblim kur ta bëjmë një vepër me qëllim. Për shembull, ngrënia e shëndetshëm, këtë e bëjmë me niyet që me qenë ne më të fuqishëm, në mënyrë që me adhuru Allahun e Madhëshëm, edhe me u bë dobi krijesa e tij. Pastaj të studimi, kërkimi i dijes është formë adhurime, bëjmë niyet si adhurim, i shërby njerëzve, ushtrimet fizike, gjithashtu, i bëjmë me niyet mirë, gjumi i rregullt, ndjekja e sunetit profetit alayhis salam për pushim. Edhe pushimin e bëjmë me niyet mirë që me konë ma të kthjellët, ma të fortë, ma produktiv. Bërja e duas, subhanallah. Me të vërtetë duaja nuk është diçka që krahasohet me duan. Është vetmja gjë që mundet të derë edhe kaderin me ndryshu. Lutja mundet derë edhe kaderin me ndryshu. E nuk ka diçka që ma shumë të ndryshon shprehit e këqija se sa lutja. Kërkon ndihmë, e kemi hadithin e profetit alayhis salam, shko pas asaj që ke dobi, kërkon ndihmë prej Allahut e mos u bëj paft. Çfarë hadith madhështor? Shko pas asaj që ke dobi, çka do qoftë ajo, dobi fetare,
apo dobit kësaj dunjaje, shko mas asaj. Edhe bëno i zelshëm, ihres po thot. Bëno shumë i zelshëm. Edhe kërkon ndihmë prej Allahut. Se pa ndihmën e Allahut, ti nuk ke mundësi asgjë të arrish. Ti e mbjell faren. Po nëse Allah së ndihmon me lëshu shiun, nëse nuk i largon pengesat që janë fortunat e kuedjune, atëherë a mund të arrish cakun, a mund të arrish frujtën, jo. Kërkon mbrojtje. O Allah, kërkoj mbrojtje nga paaftësia dhe përtasia. Është një lutje që shpesh e ka bërë pejgamberi alayhis salam. Ti nëse i lutesh Allahut vazhdimisht, mbron nga paaftësia dhe përtasia, Allah të mbron, ta ndryshon. Ta ndryshon shprehinë e keqe. Përsërit rregullisht. Bëj dua çdo ditë për të forcuar qëllimin. Është shumë e rëndësishme të duaja me qenë i vazhdueshëm. Se pejgamberi alayhis salam ka thënë, çdo njerit për juaj pranohet lutja përderisa nuk nxiton. I ka thonë, çka është nxitimi i dërguar i Allahut? Ka thonë, nëse thot robi, jam lutës mu ka pranë. Kjo është ai nxitimi. Këtij nuk i pranohet lutja. Kurse ai që është i vazhdueshëm, atij pranohet lutja. Do të thonë me kon konsistent derisa të pranohet lutja. Edhe lutja me kon me sinqeritet, me zemër të pastër, padyshim që sjell rezultate. Prej mënyrave që të ndihmojnë shumë i ndryshu shprehit e këqija, është edhe me pas rrethën e mirë. Kjo është ndoshta prej gjërave që më shumë të ndikon. Me pas shoqërinë e mirë, me i zgjedh shokët. Se shokët janë prej njerëzve që më së shumti të instalojnë ty shprehit e mira apo të këqija. Në pavedien, në fund pavedishme, ata të instalojnë programat. Të instalojnë shprehit e këqija apo të mira. Prandaj nëse rrethohesh ti me shoqëni të mirë që ta kujtojnë Allahun, ti faktikisht jetu e rrethu veten me disa njerëz që tek te instalojnë vetëm gjëra të mira. Edhe pastaj ato do të reflektohen në jetën e përditshme. Bashkohu me rrethet e dijes për të forcuar zakonet, komuniteti i xhamisë. Njeriu ndjek fenë e shokut të tij të ngushtë. Kjo është hadith i fortë i profetit alayhis salam. Njeriu është në fenë e shokut të tij të ngushtë. E sidomos me shku në xhami. Kjo është njëra prej dobive të xhamisë që te me qëndru vazhdimisht me xhamatin e muslimanëve. Mos mundo prej tyne me qëndru me njerëz që falen, që i përulen Zotit, që i tutën Zotit, edhe me bo rrethën me ta, në mënyrë që ata pastaj me ndiku pozitivisht tek ti. Qëndrueshmëria mbi intensitetin. Do në shumë më rëndësia është qëndrueshmëria se sa intensiteti. Do në intensiteti është, si me thonë, mi dhonë haz, se mi dhonë zër. Kurse qëndrueshmëria është me kon i vazhdueshëm. Shumë më rëndësia është me kon i vazhdueshëm se sa me pas intensitet. Veprimet të vogla të rregullta. Profeti alayhis salam theksoi veprimet të vogla për të rregullta, ato që përmendu më herët, veprat e vazhdueshme. Rregulli 40 ditor. 40 ditë për të brendësuar një sjellje. Kush e din prej jush në argument që 40 ditë nëse bën një vepër ndikon që me marë si shprehja ta. Për 30 ditë Ramazani është për gjithë, 40 ditë s'po më lidhet. Edhe Ramazani ka këtë rënë. Sistemi. 40 ditë me i folën 5 kut. Po, që kjo është. Kjo është, kërës i falë 40 ditë, do monë fakisht 5 vaktet në xhami, duke arrit tek birin fillestar, i shkruhen 2 denoncime për hipokrizis edhe prej zjarmi xhenemit. Domthon, shikoni sa më rëndësia dhe sa më rëndësia është na me sfidu vetën me këtë sunet. Se ti nëse je i disiplinu në namaz edhe me arrit tek birin fillestar 40 ditë për 5 vakte, atëherë me të vërtetë gjithçka kemi pa disiplinë. Përgjigju pengesa me pendim, jo fajsimtet të tjera. Ne do të me pas parasysh që çka do që gabojmë, edhe bim ndonjë ngushtis, do të me pas parasysh që mos me humb shpresën, mëshirën e Allahut Madhëshëm.
se Allah i falë gjitha gjunahat. Mirë po njëjtën kohë, kur ndodh diçka e keqe, mos i fajsa tjerë të drejta e gisht në vetës. Mos e qërta askon përveç vetës. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, kush gjon mirë, le ta falendron Allahun, dhe kush gjon diçka tjetër, mos ta fajson vetëm se vetën e tij. Gishtat kthej vetës ti, vetës tonde. Se nëse ti ja nis me fajsu vetën tonde, kjo është ta stimulon me ndryshu shprehit. Kurse nëse ti mundosh, shikon njeriu natyrën që ka dëshirë me mbrojt vetën, nëse a hedh fajën tjerëve, sikur pe shliron vetën. Unë s'kam faj, unë mirë jam. Edhe nuk ndryshon. Kurse nëse ja i bën vetës presion, unë e gabim, unë jam ai keqbërsi, unë jam i keqi. Sikur pi jap shaj vetës, pi bën presion që mund ndryshu. Prandaj pendohu të sa herë që të gabësh, edhe mos janë gjithë fajin tjetër kujt. Gjurmimi dhe reflektimi, el muhasebe. Me vërtet kjo është një ibadet shumë i madh, subhanallahu, që edhe Allah na mëson Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. O besimtar, keni frikë Allahun dhe le të shikon çdo njeri prej jush se çka ka përgatitur për nesër. Edhe keni frikë Allahun, dini që Allah është informuar për ata që ka vepron. Pra kjo ajet ta mëson vetë llogaritjen. E kemi edhe transmetimin e Omerit radhiyallahu anhu, se li thotë mbani veten përgjegjësi para se të mboheni përgjegjësi. Llogarit në veten para se mu llogarit. Një njeri që e llogarit veten gjatë gjithë kohën, normalisht që kjo do ta bëj shumë atë disiplinë. Me llogarit veten. Disa transmetime për të parë ka thonë, llogarit e vetën më shumë se që llogarit ortakun e vet. Ortakun e vet nuk ja lën asnjë imtsin pa llogarit. E kështu duhet ne të jemi me vetën tonë. Vetja jonë është më e shtrejtë se sa një pasuri që ta merr ortaku. Problemi shumë njerëz është që e bëjnë pasurinë më të vlefshme se nderin e tyre, se fenë e tyre, se logjikën e tyre, se jetën e tyre, e së shumë gjëra tjera. Prandaj ne duhet ta llogaritim vetën tonë shumë se ortakun. Vepra të vogla me shpërblim të madh. Vepra e vogël, me thonë subhanallah, një pemë në xhenet. Me buzësh ndaj dokujt, konsiderohet si sadaka. Dhënia e selamit i pari, sjell dashurinë midis muslimanëve. Heqja pengesa nga rruga, një nga shenjat e besimit vërtet. Shikoni çush Islami na edukon me sende të vogla. Çka më thotë pejgamberi alayhis salam, mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë qoftë e takimi vllajt tënd me fytyrë të gëzuar. Mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë. Kjo është ai edukimi i mirë shpirtëror, me anis me gjëra të vogla. Mos e nënvlerëso as buzëqeshin. A ekziston ai njeri në botë që nuk mundet me buzëqesh? Gjithë kemi muskujt e fytyrës që mujnë me buzëqesh. Lëmosh, nuk ka thonë lëmosh, ose diçka se lëmosh, shumë njerëz nuk kanë mundësi me dhonë. Po këtu thotë, mos e nënvlerëso as buzëqeshin. As një vepër të mirë, mëso me gjëra të vogla. Mikrodisiplina formon makroshpirtësinë. Kjo është formulë shumë e fuqishme. Shumë e fuqishme që ka formulë. Mikrodisiplina formon makroshpirtësinë. Për shembull, ulja shikimit. Allah na ka urdhëruar që me ul disa shikime tona. Ruajtja e syra nga harame është formë e vetë kontrollit. Te ul shikimin dhe asaj që ke ndaluar me shiku, që vepër e vogël, mikrodisiplinë, sjell makroshpirtësi. Sjell një gjallërim të madh shpirtëror, që ka thonë dietar, Allah ta ndriçon zemrën. Në një sen i vogël, po të sjell ty shumë benefite të mëdha. Edhe po ta mëson ty me kontrollu veten. Njëri që kontrollon syt, është gjendje edhe gjëra tjera me kontrollu. Kontrolloni gjuhën. Zgjedhja për të mos thënë fjalë të këqija disiplinon egon. Edhe kjo me kontrollu gjuhën. Me kontrollu gjuhën ta mëson që ti me pas veten disiplinë, me pas në kontroll.
Me kontrolu veten çka po qet e çka s'po qet. Jo vetëm me fol çka të vinë. Jo vetëm hajt po flas, pa kontroll. Jo, duhet me pas një, çka thonë disa dietarë, me pas një polis shtrim midis zemrës e gjuhës. Që me nal shpejtësinë. Ka dalë ta kontrolloj çto, a me qit, a mos me qit. Prandaj duhet me kontrollu edhe këta mëson disiplinën. Kontrollimi i gjuhës. Mu mundu edhe prej gjërave më të vogla me ndal veten. Menaxhoni zemrimin, vetë për mbajtja në momente dështira ndërton karakterin tuaj. Po me mbajt veten gjatë hidhrimit, edhe kjo është për gjëra që shumë disiplinan. Se hidhrimi është prej energjive të mëdha të brendshme që nëse njeriu është i gjendje me kontrollu atëherë ai është i fuqishëm. Pse se pejgamberi alayhis salam thotë personi i fortë nuk është ai që imposht të tjerët me forcë fizike, por ai që kontrollon veten kur është i zemëruar. Në çfarë e ka llogarit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të fortë? Ai që ne nal veten gjatë hidhrimit, jo ai që ne rrezon të tjerët. Mëkatet të vogla për të ruajtur. Shikimi i haramit ndot zemrën dhe dobëson besimin gradualisht. Pra nuk është puna një shikim. Ti hedh një shikim, pa ja fillon me të bosh shprehi, edhe ja fillon gradualisht me ta dobësu besimin. Vënesa namazit krijon zakon të rrezikshëm që mund të çajnë në braktisje. Shumë është rrezikshëm me vënu namazit gjithmonë. Fjalë të sarkazmit, domthon shaka ose talli, lëndon të tjerët dhe ndikon negativisht në marrëdhënie. Domthon hajgaret e tepërta shakon, ndonjëherë mund të shkojnë në talli edhe në ofendim edhe mi lëndu tjerët. Përdorimi i paqëllimt i telefonit. Humb kohën dhe ul produktivitetin shpirtëror. Do me përdor telefonin pa ndonjë qëllim, pa ndonjë cak. Vetëm me vazh që shpothuin sot scrolling. Kjo është smundje. Humb kohë, kjo është kurth e disa agjendave që mundohen ty me të sklavru, të fusin scrolling, pa kontroll. Si kur bigjozi. Se dhe bigjozi e ka të njëjtën, sillen ato, bëhet shprehi. Prandaj ta bojnë këta shprehi që ty me të mbajt sklavrum. Çka thot pejgamberi alayhis salam, ruajuni nga mëkatet e vogla, sepse ato grumbullohen derisa ta shkatrojnë një person. Në transmetim tjetër e sjell shembullin e kraneve. Kur të bëhen shumë krane, atëherë dezet një zjarr i madh. Prej një krane nuk dezet zjarri. Kur të bëhen shumë krane, dezet zjarri i madh. E kështu kur të bëhen shumë mëkate të vogla, mund me shkatru. Prandaj disiplina e fillon me largim të mëkate të vogla, jo të mëdha. Prej të vogla do të mërujt. Se të vogla të çojnë të mëdha. E të vogla tregojnë që ti je me shprehi të mira dhe që ti je i disiplinu. Dhe dia islame, murakabe. Murakabe është me pas parasysh që Allah të sheh. Kjo është njëlla prej shkallëve të ihsanit. Ne kemi parasysh është islami, imani, ihsani. Ihsani është me adhuru Allahun sikur e sheh, po nëse s'mundesh, me adhuru Allahun duke ditë që ai të sheh. Kjo është murakabe, me pas parasysh mbi këshyrin e Allahut. Njohja e veprimeve tua në çdo moment, llogaridhënia, vlerësimi i sjelljes tua ditore. Kjo shkakton rritje graduale shpirtërore edhe shkakton ndryshim zakone problematike. Kur vazhdimisht e llogarit veten. E kemi ajetin e parë të surës Nisa ku Allah thot inna Allah kana aleikum raqiba. Vërtet Allah është për herë mbikëqyrës ndaj jush. Kur ta kip parasysh mbikëqyrjen e Allahut, kjo të stimulon që ti me rregullu dhe me përmirësu. Përfundimi. Me këtë po e përfundojmë. Islami shkencë e zakone shpirtërore. Pra si përmbledhje e asaj që falëm deri më tash janë 3 pika. Pika e parë është që ta edukojmë veten tonë me vepra të vogla. Me fillu me vepra të vogla. E dyta është që ta kemi njëtin e sinqert. Ta kemi njëtin e sinqert. Dhe e treta, karakterin mbi rezultatet. Me pas parasysh që ta ndryshojmë karakterin tonë, jo vetëm me shiku rezultate, po ta ndryshojmë personalitetin tonë, ta ndryshojmë karakterin tonë.
E mbi këto 3 parime lidhet ngusht ndryshimi jonë dhe largimi i shprehive të këqija dhe instalimi i shprehive të mira dhe disiplinimi i vetes tonë. Kjo ishte pak a shumë sa i përket kësaj çështje, përndryshe kjo është temë e gjerë, kemi nevojë që shumë më shumë të flasim rreth saj. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.